Ti kthehesh në veri, kush do të qoftë kryeministër, ka me marrë disa vendime. Ato i ka marrë. Albin Kurti sot thot që unë e kam kontrollin veri, e kam shtiru veriun. Para me ti, kur veriu i kthehet Serbisë, Po si kthehet Serbisë, nuk i kthehet Serbisë. Ai do Serbisë. S'ka mu bonga me dinor atje. S'ka mu PZ, për atje valloj, s'ka mu asheq. Drenor. Atje shumica normal që kanë zgjedhën sociale. Në trunin ton Albin Kurti ka shtiru veri. Dhe ju vetëm trunin e tina. Se kur ka shtiru, edhe u që ke natën. Ja, NATO e ka shtiru veriun edhe jugën. Natën. A ki pas ushtar edhe politë serb mas natës Kosovë, edhe në veri. A ki pas? A ki pas? Apo të vjen mërzi që u hjek dinore, a shka ki? Apo të vjen mërzi që u hjek që kjo të ullë, të vendor, tak mu po mjem kërë që i po në avokat po të ullë, me ju drejtu, një studio, një kolegi jemi, të dënoj, nuk e lejoj që to. Më falë, që kjo është e poshtër. Kjo e poshtër. Du në reagu edhe une. Së është ish puna jote. Ja kushtë zhio. O zoti Matushi, jemi rrit me ato kashelashet e hasës e hysës. Jo me unë s'du kashelasha flanë, jo kone, që do me e qaja me fasla nuk shkojnë në studio, o dhe në, me argumente shkojnë. Leje se ishte zotëria duke folë. Trenore nuk ka lexuar shkrime, sa kum shkru edhe ndaj qeverive të kalume. Të përfshija që më thoqen, për kjo është qa që ngushtum në një agent të caktu me sa më vjen gjyna me qenë një studi më ta. Bravo. Kështu që kjo mire ka mësu sistemin më qumë, mund është thonë. Jo, mund është më qumë, të se zose ka ndërmen. Absolutisht, ti e në agent. Një po të kalzoj, nëse dikush ka agent, e ki agent ti, edhe po më dhimesh. Po më dhimesh për djemë, kush të pagun? Kush është ka të pagun? Ty s'ka lije. Kush ka të pagun? E mu nuk më qënë kërkush, se të Mos ta qenë personale. Mos ta qenë personale. Është më ty se sa jo që ka kona ekipi. Çollaku është një nga gazetarët më të respektuar. Po çka më bo, çka më bo. Ky dron parti. Ky ka kanë PPDK. Sabër Jo. Në momentet të caktuara, unë s'ka po tregoj ty. Unë jam qytetari i këtij vendi, varësisht presidentës, përkroj subjekte politike. Drenor. Është i pashë sikur se shqipja që ka bënë. Milionet gaz lotësias në institucione s'kam gjuhë. Asnjëherë nuk ka mbajt pozicion politik. Po mbroj ato si e shah me mjetet demokratike. Apo jo fyrje. Nuk Po prit bre ti, zoja Shqipe, se si ishe në lojë hiç, ishte zotëria duke fol. Ti pse po vërtet? Ti do më nxjerr trenorin. Asnjë vendim nuk ka lënë përfundim. Ka dalë ka dalë më dhe tash me çështjen e grave të nxjerrim si. Jo, se burra i krejt, po ishte zotëria duke folur zoja Shqipe. Po dhe fol, vi që çfarë ngriti zonin, ku nuk ka dalë. Kush më falë, nëse mendove që e ngrita zonin, po unë vetëm desha ta jap mundësinë që ta përmbyll argumentet, mos lejoj Halilit të përfshihet nga korneri, po ai zotëria ishte duke fol me zotërinë tjetër, e ata çarçojmë këtë gjë, që mos vjen situata që të ngritemi nga studio, pastaj edhe të krijojmë situata për shkon debatin politiko se ndjedhet kryesisë LDK-s. Do t'i kthehemi asaj. Zoti Çollaku se ishte duke përmbyllur argumentin. Mos ta një lutje kam, edhe për ty dhe për drejtorin. Mos ta çojmë në personale se s'kemi nevojë. Urdhro? Adem ti që më thirr studio ku shumë pagun mu. Jo, po unë këtë e thash. Këtë e thash. Ty e pagun kam agjenda, e unë kam agjenda. Po, kush më ka shumë vendosje. Çish? Edhe kallzom ti Ti je kundër vetvendosjes, edhe s'po të shiten hiç. Bile keni ngrit vetvendosje, ty e shojt në fras në mshusat e mujt. Nëse keni ngrit. Ku shëllim me pushuna. Ja. Shëllim të portalet që janë komplet njanshme. O vallojnë doshim me doshim me kthy balanc politik që të vën, shëllim brese. Pe qellet po dogli që po e goditin në brez, edhe veç për forcone ato. Hej, a di qa që ti lojmë? A di për që s'di kur gjotë Albin Kurti faqover, 48 ti, mshele gu. Mshele ti. Vetëm pak, një gjë, prit. Vetëm pak, okej, se shkuam për tej. Një gjë, nëse dikush e qartë, nëse dikush ka mbajt balans në rafshin e portaleve, ka qenë Gazeta Blitz. Për këtë s'ka diskutim. Mos e përfshi Gazetën Blitz pjesë
e agendave të ndryshme të cilat mund t'i kenë. I kam po lojë me bërë për cilë. Jo, nuk i ke për cilur, thamam. Qysh mos i kam për cilë, po si ke për cilur, po nuk i ke. E kam like edhe blicën. Po, nuk i ke për cilur dhe prandaj nuk është mirë në këto momente as çollak ti thuash njeriu që është në agjend të tij. Nuk thash. Po në i tha je në agjend të tij. Po nuk është në rregull, nuk është në rregull. Kujt paguash, ti dosh këto e ke obligim me sqaruar për kujt paguam na. Se na financat i kemi publike. Edhe nëse blici edhe adren qëllohu ku pagu për dikuj shteti, i ka të gjitha mekanizmat. Po. Të gjitha mekanizmat. Ajo është një ndërhyrje e gabuar. Jo marrë dikush këto në studio, edhe me bo filma këto prej ku jemi pagu na. Ajo është një ndërhyrje e gabuar? Po, dhe më thonë këtë të më kërku falje, që thot jeni pagu. Unë i thash këti, sa kemi mështet na vetë vendosin, edhe kur jam kanë zëri këto kam thonë, Albin Kurtin... Unë ka përshtypje që ju e keni quar për tutje edhe drenore. Tlutna. Qollak, tani... Albin Kurti ka marrë rogë... Nalo, veç pa kushtem. Tlutna. Albin Kurti, 5 vjetë ka marrë rogë prej dorës teme. Gazeta u konë në Remze i Jupit, po jem konë redaktor për gjes. Albin Kurtit, një 5 vjetë ju ka botu shtojca, edhe qohët një militant këto, vjenë më thot mu i pagu. Kush është militant këtu? Ti. Bravo. Po, në më thonë. A ki argument që janë militant? A ki në argument? Nalo, Albin Kurti është ngrit për qëtynë mediave, edhe për qëtynë gazetarve qëto, edhe ma thoshin, Nalo, mshelë, se ju një të ingrit. Jo, mshelë ti. Kur të foli unë ga. Mos u bë arrogant. Unë të lypa 3 minuta kohë, ose dë. O, i ka hup argumentet. 30 minuta. Kur i hup argumentet, ato të ndyrt. Mos u bë arrogant me fy njerëz. Vetëm pak, prit drenore. Mos u bë arrogant me fy njerëzit. Se nuk e kemi të sengove pjesën. Po jo, nëse dikush është duke dëgjuar mua, se ju jeni duke dëgjuar një tjetër. A them jo, blicën the. Jo. E më të godit në brez. Po se godasin bre. Po ti veç e keni forcu. Veç e keni forcu. Se si ke lexuar pjesë tjera. Unë ta thash një send. E keni forcu shumë. Edhe ndaj kryeministrave të tjerë. Po. Kam shkrime edhe personale. Edhe kur kam qenë përgjegjës, ka shkrime, thash më shumë se që ti ke lexuar. Edhe për çato më dha mu fakte. Ku e di që s'kam lexuar zotri. Prej vitit 2014 deri në vitin 2020, unë lexoj mediat në mënyrë të vazhdueshme se kam shku tem doktoraturë, se tu s'ke lexuar. Po te në veti. Drenore, punime shkencore lexoj. Se këtë kemi edhe do tema. Le ta përmbyll çollaku se nuk është korrekte. Se nuk është korrekte që na po të lojmë ty me fol. Këtu më ardhi dikush më na thonë që financoi. Nëse ky zotnia s'është korrekte vërtet, po s'është korrekte as ti çka tha. Jo, ky po thotë mshëllme. Po s'është korrekte as ti çka tha. S'është korrekte ai çka tha, po ashtu. Po s'është korrekte as ti çka tha. Domethënë se cili e ke mirë, okay? Jo, nuk e keni mirë. Po ideja është që mos unë thash, insistimi im është që mos çohet mos ta çojmë në personale se s'ka kuptim ajo. Ma çuni deleguar, çuni militantë, po negocisht edhe ti. Po s'ndrojnë të tema. Negocisht edhe ti Drenori, nuk ke nevojë të ngarendesh edhe të vendosësh në shënjestër mediume për gjërat të cilat nuk i kam bërë, edhe për agjendat të cilat nuk i mbuloj. A kam drejtë të mendu? Jo, po nuk ke drejtë me s'ki drejtë as me menutë. Bravo, s'kam drejtë. As me menutë s'ki drejtë çato. Ha, ti ma ndalum unë. Shiko, jo, me mendu që dikush këtu punon në studio për shërbim. Jo, s'ka. Dikuj na pe mundja